Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Komisioneri Evropian e përgjerimin Marta Kos është e mendimit se Shqipëria ka mundësi reale të antarësohet deri në vitin 2030. Në intervistë për televizionin gjerman ajo foli për procesin e zgjerimit të Unionit dhe se për Komisionin Evropian tani ai përbën përparësi. Nëse gjërat vazhdojnë të shkojnë mirë, ne mund të përfundojmë të gjitha negociatat me Malin e Zi deri në fund të vitit 2026 dhe më pas me Shqipërinë në fund të vitit 2027. Kjo do të thotë se ka mundësi realiste që të dy vendet të bëhen antarë tanë të rinj deri në vitin 2030, deklaroi Marta Kos. Ndër të tjera ajo vlerëson dhe propozimin për heqjen e unanimitetit për vendimarrjen në pranimin në Bashkimin Evropian të vendeve të reja. Bashkimi Evropian kërkon nga qeveria shqiptare të bëjë një reformë gjithëpërfshirëse zgjedhore. Nga Korça, ambasadori i BE-s kërkoi zbatimin e plotë të gjitha rekomandimeve të OSBE-Odirit. I pyetur për standardet e zgjedhjeve, Gonzato përmendi raportin OSBE-Odirit, ai vlerësoi gjithashtu dhe bashkëpunimin mes KQZ-s, Prokurisë së Përgjithshme dhe SPAK për zgjedhjet e 11 majit. State quite clearly that it's time for the Albanian government to introduce a comprehensive electoral reform that looks at all the aspects and all the recommendations that OSCE-ODIHR has made in the past and those that they will make now. Është koha tashmë që qeveria shqiptare por dhe parlamenti, sepse është parlamenti që pastaj miraton, të miratojë një reformë gjithëpërfshirëse zgjedhore e cila të përfshijë të gjitha rekomandimet e shkuara dhe të tashme nga OSBE-Odiri. And of course the result places a lot of responsibility now on the government because they have the numbers to carry out those reforms, and the expectation of the Albanian people is that these reforms are carried out so that Albania can really proceed towards the European Union. Dhe në fakt, edhe në lidhje me rezultatin, është një rezultat që jep një përgjegjësi jashtëmase të madhe qeverisë shqiptare që të ndërmarrë, pra të kryej këtë reformë kaq të gjerë dhe patjetër sepse i ka numrat. Nga ana tjetër është dhe pritshmëria e shqiptarëve, duke qenë se Shqipëria është në këtë rrugtim për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Gonzato pyeti për qëndrimet e opozitës për mosnjohjen e zgjedhjeve edhe nëse mund të ndikojnë në rrugtimin evropian të vendit. Ai tha se kush mendon se ka pasur paregullsi mund t'i raportojë në organet përkatëse. Në përfundim të zgjedhjeve parlamentare, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë uroi Shqipërinë. Në mesazhin e ambasadës thuhet se SBA pret të vazhdojë partneritetin e ngushtë. Urojmë popullin e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare dhe presim të vazhdojmë partneritetin tonë të ngushtë me Shqipërinë, thuhet në postimin e trupit diplomatik amerikan. Shqipëria mbajti zgjedhjet parlamentare në 11 maj, ku doli fituese Partia Socialiste, e cila fitoi mandatin e 4 qeverisës me 83 mandate deputetësh. Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë për kufizimin e vizave ndaj individëve të huaj që marrin pjesë në censurimin e lirive të shprehjes së qytetarëve amerikanë. Përmes një njoftimi për shtyp, Ambasada amerikane në Tiranë njoftoi një politik të re të sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio. Në deklaratën e publikuar në faqen zyrtare të ambasadës, Rubio thekson se amerikanët përballen prej kohësh me presione dhe sfida nga autoritetet të ndryshme jashtë vendit, të cilat i ndjekin nëpërmjet gjobave, padive apo pengesave të tjera për shkak të shprehjes së lirë, të drejtë kjo që ai e konsideron thelbësore dhe të pacënueshme. Liria e shprehjes është thelbi i jetës amerikane, një drejtë natyrore që qeveritë e huaja nuk kanë të drejtë ta kufizojnë, thuhet në mesazhin e sekretarit amerikan të shtetit, Marco Rubio. Politik. Partia Demokratike e Shqipërisë kërkon shpalljen të pavlefshme të rezultateve zgjedhore në qarkun e Korçës. Opozita kundërshton vendimin e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Në kërkesë apelohet për pavlefshmëri dhe zgjidhjen e pasojave duke urdhëruar përsëritjen në të gjitha zonat zgjedhore të qarkut të Korçës. Në këtë qark, Partia Demokratike me aleatët kanë fituar 4 mandate, ndërsa Partia Socialiste kryeson me 6 mandate. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama u përgjigj akuzave të opozitës dhe Sali Berishës për vjedhjen e zgjedhjeve përmes blerjes së votave, presionin ndaj administratës apo skemës si treni bullgar. Rama tha se Partia Demokratike jeton në një univers paralel ku sipas tij shohin vetëm zarfe që mësojnë nga tërkatër anët e trena bullgar. Mëtej ai cilësoi rivalet e Partisë Socialiste si humbës kronik që nuk pranojnë realitetin. Ata janë futur prej vitesh në spiralen e një lufte absurde me faktet dhe jetojnë në një univers paralel ku Shqipëria që përparon është thjesht propagandë, shumica e shqiptarëve janë të blerë, ndërsa ndërkombëtarët janë pothuajse të gjithë të shitur, vendin e drejton krimi, ndërsa zhvillimin e financon droga. Rama paralajmëroi dhe lëvizjen në udhëheqjen e Partisë Socialiste dhe në qeveri. Duhet ta nisim nga vetja për ta ndarë mendjen si duhet me disa gjëra që duhen parë ndryshe, duhen kuptuar ndryshe dhe duhen bërë ndryshe.
në nivelin e udhëheqjes partisë, të grupit parlamentar, të qeverisë. Padyshim dhe kur flas për nivelin e udhëheqjes, kam parasysh pikërisht këtë grup udhëheqjes që është këtu. Pas deklaratës së kryeministrit Edi Rama nga Pallati i Brigadave lidhur me konstatimet për procesin zgjedhor, reagoi dhe drejtuesja politike e Partisë Demokratike për Diasporën Josefina Topalli. Përmes një postimi të publikuar në rrjetet sociale, Topalli kritikoi procesin e votimit me postë duke akuzuar qeverinë dhe Partinë Socialiste për manipulim masiv të votës së diasporës. Kemi hyrë në epokën e mrekullive elektorale, shkruan Topalli duke ironizuar rezultatin. Opozita në Shqipëri paralajmëron me grevurie. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se nuk ka përjashtuar asnjë skenar në shtator me rinisjen e jetës politike duke përfshirë edhe grevën e urisë. Berisha deklaroi se është i gatshëm që të udhëheq edhe me shembullin e tij personal. Absolutisht i gatshëm ta udhëheq gjerën fitore dhe me shembullin personal të rikthej shqiptarëve votën e lirë. Nuk përjashtohet asnjë variant. Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama për vjedhje të zgjedhjeve. Rëndësitë jashtëzakonshme për ne ka që shqiptarët me ndërgjegjje të plotë të bindën se kjo ishte një farsë dhe jo ajo siç ja u paraqet propaganda kriminale e qeverisë dhe altoparlantëve të saj. Ekonomi. Kryen më shumë se 50% e punimeve për zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës. Projekti pritet të përfundojë brenda 2 viteve. Zgjerimi do të përfshijë shtimin e 3 korsive hyrëse dhe dalëse. Përmes tyre pritet të ulet trafiku. Gjatë muajve të verës, fluksi arrin nga 90.000 deri në 130.000 automjete në ditë. Ndryshimet parashikojnë që të rritet dhe shpejtësia e lejuar në 130 km/h, ndërsa kufiri aktual është rreth 90 km/h. Aksi rrugor Qukës-Qaflloç mund të jetë i aksesueshëm brenda kësaj vere. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku tha se për përfundimin në afatin e parashikuar në kantier do të punojnë me 2 turne. Dhe nga ana tjetër, me përfundimin e pikërisht pjesës 3, ne synojmë që ta mbyllim të gjithë këtë vepër dhe ta dorëzojmë të përfunduar brenda fundit të kësaj vere. Lugina e Vjosës do të shpallet rezervat biosfere. Rekomandimi është dhënë nga UNESCO. Lajmi u konfirmua nga Ministri e Turizmit dhe Mjedisit e Shqipërisë. Mirela Kumbaro e cilësoi këtë si një vlerësim të jashtëzakonshëm ndërkombëtar për natyrën e paprekur dhe përpjekjet e pandërprera në ruajtjen e lumit të fundit të egër në Europë. Vjosa sot nuk është më vetëm lumi, por është modeli i zhvillimit të qëndrueshëm ku natyra frymëzon, shkruan Kumbaro. Aktualitet. Për herë të parë, forcat ajrore shqiptare janë përfshirë në stërvitjen Defender Europe 2025, sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Shqipërisë. Në stërvitje po kryen veprime nga kërkim shpëtimi me helikopterët Cougar dhe Black Hawk të bazës ajrore të Farkës, deri tek mbështetja e operacioneve toksore dhe gatishmëria për evakuime mjekësore. Stërvitja shumëkohshme Defender Europe 2025 është një nga stërvitjet më të mëdha dhe më komplekse të dekadës së fundit në Europë dhe Afrikë. Skenari është ndërtuar sipas nenit 5 të traktatit të NATO-s që simulon mbrojtjen kolektive të aleatëve në rast të një sulmi ndaj ndonjërit prej tyre. Aktivitetet ushtarake përfshin një sër operacionesh të shkallës së gjerë në disa shtete të Europës me fokus të veçantë në Shqipëri dhe Kosovë, ku zhvillohen trajnime për mbrojtjen e infrastrukturës kritike, sigurimin e pikave të embarkimit dhe menaxhimin e logjistikës së avancuar. Shqipëria do të blejë 2 avion ushtarak. Lajmi është bërë i ditur nga Ministri i Mbrojtjes. Në intervistë televizive, Piro Vengu deklaroi se avionët do të jenë edhe për përdorim civil. Ndër të tjera ju ndalet tek vendimi i fundit i qeverisë për rikthimin e rezervistëve në forcë aktive. Ministri cilësoi të domosdoshme këtë masë në kuadër të rimëkëmbjes së ushtrisë shqiptare, por dhe për të mirëpritur nga ushtarakët e tërhequr. Ministri theksoi se viti 2025 është viti i dytë ku Shqipëria shpenzon më shumë se 2% të prodhimit të brendshëm bruto në mbrojtje, në përputhje dhe me angazhimet që ka marrë në NATO. Sociale. Dalin në protestë prindrit e fëmijëve në kopshin numër 1 në qytetin e Gramshit. Përpara bashkisë së qytetit, ata kanë kërkuar zbardhjen e ngjarjes ku disa fëmijë janë shtruar në spital dhe janë diagnostikuar me elmim nga ushqimi me salmonel. Po ne kërkojmë që të zbardhet e drejta dhe të zbardhet e drejta e kësaj, ne nuk duam asgjë, s'duam as përfitojmë asgjë as. Mia ime ka qenë martën që është infektuar, fal mjekës që na dha ilaçin dhe është mjekuar, tani është disi më mirë, po prapë dhimbjet vazhdojnë. Ka rënë temperatura, po dhimbjet e barkut vazhdojnë akoma dhe nuk e dim sa do sjasin. Po, është i konfirmuar me salmonelën. Unë njoftimin e mora nga edukatorja e kopshtit të Hanën, i cili fëmia ju shfaqet temperaturë. Dhe sot po bëjmë 8 ditë, i cili vazhdon me dhimbje barku, stomaku, diare.
ndërsa nuk kanë munguar dhe pretendimet për përpjekje për intimidim të tyre. Njerëzit e thjeshtë edhe familjarët që kanë fëmijët aty, por me sa shoh unë këtu kam frikë se më ikin nga një vend pune, por para fëmijës mua nuk më intereson asgjë fare. Kryetari i Bashkisë së Gramshit, Besion Ayazi, mohon përemblim masiv të fëmijëve në kopshtin nr. 1. Në një deklaratë për mediat e sqaron se bëhet fjalë për 14 fëmijë. Ayazi refuzoi pretendimet për fshehje të ngjarjes dhe për presion të mundshëm mbi prindrit. Si mundet ta mbulohet dielli me shoshja? Nuk ka një tentativë tillë. Ndërsa foli dhe për përgjegjësinë e Bashkisë së Qytetit. Bashkia ka përgjegjësitë e veta, për aq sa i takon. Përgjegjësitë tona janë, unë kam shpjeguar edhe në televizion tjetër, që përgjegjësia jonë nëpërmjet inspektorit tonë është në momentin që bëhet furnizimi me ushqim, me produkte ushqimore, ne si institucion kërkojmë fletën e analizave për çdo ushqim dhe nuk ka asnjë rast që të jenë pranuar ndonjë produkt ushqimor pa shoqëruar pa fletë analize. Drejtoresha e Spitalit të Gramshit, Greta Lena, në një reagim për mediat, konfirmoi paraqitjen në spital të fëmijëve me salmonel. Sipas saj, situata është nën kontroll. Lena sqaron për media se 3 fëmijë ishin paraqitur me urgjencë në fillim të javës. Më pas në spital mbërritën edhe 2 fëmijë të tjerë me simptoma më të lehta frekuentues të kopshtit, ku analiza laboratorike konfirmoi sërish praninë e salmonelës, informoi drejtoresha e Spitalit të Gramshit, Greta Lena, ndërsa njoftoi se është kryer dhe dezinfektimi i ambienteve të kopshtit. Për ngjarjen e Gramsh, nga Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, bëjnë me dije se analizat u janë marrë 72 personave, 53 fëmijëve dhe 19 anëtarëve të stafit të kopshtit. Përfundimet do të mund të zbardhin se sa prej tyre janë prekur nga salmonela. Nga analizat e kryera në spitalin e Gramshit rezultuan se të prekur janë 3 fëmijë. Ende është e paqartë se nga ka ardhur salmonela, dyshohet për ushqim, ndërsa nuk përjashtohet uji dhe transmetimi mes vetë fëmijëve. Prokuroria e Elbasanit fillon hetimet mbi dyshimet për elmim të fëmijëve në kopshtin shtetëror nr. 1 në Gramsh. Policia e Elbasanit njoftoi se dorëzoi çështjen në prokurori, ndërsa thotë se pasi u njoftua nga rrjetet sociale për ngjarjen, sekuestroi kartela klinike të 6 fëmijëve që ushtruan në spitalin e Gramshit. Fëmijët e moshës 3 deri në 6 vjeç ka rezultuar se janë të prekur nga salmonela. Krahas asaj thuhet se është bërë dhe verifikimi i produkteve ushqimore të mbetura në kuzhinën e këtij kopshti. Të gjitha veprimet janë kryer në drejtimin e prokurorisë së jurisdiksionit të përgjithshëm të Elbasanit, thuhet njoftimin e policisë së shtetit. Të gjithë qytetarët shqiptar që kanë probleme me shlyerjen e detyrimeve tatimore do ta kenë më të vështirë për të qarkulluar me automjetet e tyre. Drejtoria e tatimeve ka bërë një marrëveshje me Drejtorinë e Shërbimit të Transportit Rrugor me qëllim verifikimin e të dhënave për mjetet në pronësi të qytetarëve që nuk paguajnë tatimet. Organet tatimore njoftojnë se nëse nuk paguani detyrimet në kohë, ju vihet mas sigurimi për automjetet dhe detyrimi do të mblidhet me forcë, ndërsa thirrja për të gjithë qytetarët është që çdo subjekt që hyn në transaksionin shitblerje të mjeteve duhet të sigurohet që mjetet objekt transaksioni nuk i përkasin tatim paguesve debitor. Hapen 227 vende pune për mjekët gjatë sezonit veror në Shqipëri. Në kuadër të masave në përballimin e fluksit të turistëve, Ministria e Shëndetësisë bën thirrje për punësim sezonal për të paktën 227 mjekë dhe infermierë në këtë sezon të vitit 2025 në 36 qendra shëndetësore në Bregdet. Sipas kryeministrit Edi Rama, qendra do të jenë në gatishmëri 24 orëshme për t'u garantuar kujdes shëndetësor mira pushuesve vendaze të huaj. Ministri i Arsimit dhe Sportit në Shqipëri, Gerta Marasteliu, kujton maturantëve njohjet me testet model për maturën shtetërore 2025. Në një takim me një grup maturantësh ekselent nga gjimnazet e kryeqytetit, Ministri Marasteliu theksoi rëndësinë e përgatitjes dhe garantimin e një procesi të drejtë dhe të rregullt për të gjithë nxënësit maturantë. Nuk ka fare vend për të patur ankth apo për të patur stres, sepse provimet e maturës janë një vlerësim periodik, siç bëhen të gjithë provimet e tjera, për të matur arritjet tuaja. E veçanta e provimit të maturës është sepse vlerësimi në maturë ju llogaritet edhe për studimet e mëtejshme në universitet. Ajo premtoi se ardhmja e testimit të maturës do të shkojë drejt digitalizimit. Tani ne besojmë që e ardhmja e kryerjes së testimit maturës shtetërore të jetë i digitalizuar. Dhe digitalizimi edhe për sa i përket testimeve të maturës shtetërore do na ndihmojnë që e para të matim 100% ato arritjet e nxënësve sipas një sistemi i cili është tërësisht digitalizuar dhe online. Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.